10 banor të fshatit Godolesh, pjesë e njësisë administrative Labinot Fush, të mbështetur edhe nga deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi, u grumbulluan në shenjë proteste përpara hyrjes së godinës së Bashkisë së Elbasanit, pasi sipas tyre, pushteti vendor nuk po bën asnjë përpjekje për të rindërtuar segmentin e shkatruar të rrugës që e lidh këtë fshat me qytetin. Kanë kaluar rreth 4 muaj kur një segment i rrugës automobilistike që lidh Godoleshin me Elbasanin u dëmtua, duke u bërë e pakalueshme. Ne jemi në pikë të hallit të tretë. Kjo është përgjigjja jonë. Ne do vazhdojmë protestën në mënyrë demokratike deri kur zgjidhet problemi. Torpe fajnëzet, kemë as nevojë i bashki. Për të bërë rrugë, do të lidhet populli 7 herë të paguajmë atë. Ne s'kemi forcë të paguajmë një rrugë që është i komunitet 3.000 veta. Tu ka i diskutim që na që ne jemi djathtas. Deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi e ka mbështetur protestën e banorëve të Godoleshit dhe ka cilësuar mos rindërtimin e segmentit rrugor të shkatruar vjeshtën e kaluar si një penalizim të pashoq që i bëhet një fshati që ka mbështetur historikisht të djathtën. Ka fond emergjence për këtë dhe nuk duhet penalizoni, ka një penalizim qëndrim negativ ndaj Godoleshit sepse atje ka fituar djathta. Dhe ne është prehur kjo dhe kjo fjalë duhet të riqet mbrapsht dhe bashkia duhet ndërhyjë. Një përfaqësi e protestuesve zhvilloi edhe një takim me nënkryetarin e kësaj bashkie, gjatë të cilit ishte i pranishëm edhe deputeti Boçi. Ai paralajmëroi masivizim të protestës së këtyre banorëve nëse zgjidhja do të vonojë. Ndërkohë që banorët nuk presin, ne kërkojmë zgjidhje emergjente, kemi lënë një afat 3 ditor nëse nuk ka ndërhyrje. Unë bashkë me ju do jemi këtu ditën e njëjtë para fillimit seancës plenare dhe në pas problemin nga këtu do ta çojë në parlament për ta ngritur atje.